Kështu që ajo çfarë duhet të bëjmë ne është të kërkojmë ndryshime reale. Pra propozime reale. Kjo është thirrja ime që do të bëhet dhe nëpërmjet medias, po edhe nëpërmjet mikrofonit të kryeministria. Nëse flasim për qytetar, jemi qytetar, okej, jemi qytetar. Për këtë do të mësojmë. T'i vëjmë parlamentarët përpara përgjegjësisë. Ndryshime në kodin zgjedhor, që të bëhet gara e drejtë për të gjithë, dhe kryesorja, për mendimin tim, të insistojmë te çështja e referendumit dhe tek heqja e imunitetit parlamentar. Presion, presion, presion të gjithë parlamentarëve. Në shtator, kur fillon sezoni i ri, akoma më shumë dhe më shumë. Kjo është mënyra e vetme se si të fitohet në mënyrë demokratike. Dhe pikërisht ky është një shans i artë që kanë qytetarët shqiptar për të bërë një ndryshim madhor dhe për të dhënë botës imazhin se si funksionon realisht një sistem demokratik dhe një revolucion demokratik. E qartë. Rej, duke parë të gjitha zhvillimet e fundit tashmë dhe situatën që është krijuar qoftë në kuvend, por qoftë edhe jashtë kuvendit, mendoni se po funksionon tashmë kuvendi si një debat politik apo është kthyer tashmë pra në një arenë përplasjes sigurisht mes shumicës dhe opozitës? Nderuar dhe të nderuar që na shikoni, Parlamenti shqiptar ka vite që është larguar nga normaliteti. Në Parlamenti shqiptar ka vite i cili nuk merret me politik, po merret me akuza personale, individuale edhe përzënje protagonizmi. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon politik. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon reforma. Ka vite që Parlamenti shqiptar është bërë i parashikueshëm. Pra, hidhet një shashk, merren të gjithë me atë shashkën. Shqyr që erdhi protesta për të treguar diçka ndryshe. Se ju e mbani mend vjet Parlamentin? Ose deri përpara protestës, me bllokime foltore, me flakadan nga ana e opozitës, edhe me pezullime të seancave. Pra ka vite që Parlamenti shqiptar nuk funksionon siç duhet. Pse? Sepse ja dolën pra me sukses. Me deputet që zgjidhen me paratë e krimit. Normalisht ata nuk din të flasin dy fjalë. Çfarë thoshte ajo vajza, si ka emër, kjo Elbasanit? Mile. Kur ishte në komision, këtë më dhanë për të lexuar, këtë po lexoj. Tani, deputeti i Shqipërisë, përfaqësuesi im, këtë më dhanë për të lexuar, këtë po lexoj. Pra, kemi të bëjmë me njerëz të paaftë që nuk din ta bëjnë punën. Sepse unë e di që ajo nuk i ka kapacitetet për të qenë deputete. Apo Zezhineja, apo të tjerët nga ana PD-s, ku tre çereku nuk guxojnë të flasin kundër liderit, sepse lideri e vendos a do jenë nesër apo jo në parlament. Ne na duhet një model i ri politik. Ne na duhet njerëz të guximshëm dhe mbi të gjitha na duhet njerëz të cilët kanë dëshirën për të kontribuar vendit të tyre. Edhe mbi të gjitha të jenë ekspert. Ekspert ligjor, të njohin ligjin, se kjo është detyra parlamentarit. Do miratoj, do propozoj ligje. Kjo është detyra kuvendit. Por kur kjo detyrë bëhet nga njerëz të cilët të financojnë me para, që do bësh ti përfaqësuesi im, përfaqësuesit e bandave, se po do të kemi guxim t'ia themi qytetarëve këtë. Po bandat vendosin parlamentar. Kjo është e vërtetuar tashmë. Janë njerëz që nuk kanë asnjë lloj kontributi publik. Zero kontribut publik dhe po të dalin me 20.000 vota. Pritmë, kush jeti? Si bëre 20.000 vota që nxorën mandatin e deputetit? Kjo është anomalia. Ky është absurditeti. Kjo është pikërisht ajo çfarë solli ndryshimi i 2008-s. Fuqizimin e kryetarëve të partive duke bërë zota, duke vendosur ata për çfarë do lloj gjëje dhe duke sfumuar debatin e brendshëm publik brenda partisë.
Sepse këtu duhet filloj. Kjo është gjeneza. Kështu del një politikan. Del nga partia, reklamohet në parti, flet bukur, mendon, arsyeton dhe më pas shkon në parlament. Po të gjithë ne e dim që kjo gjë nuk funksionon në Shqipëri. Mirë, do ta mbyllim me dy pyetjet e fundit. Deklaratat e deputetes Elisa Spiropali ditën e dieshme në Kuvend si ke parë, por ndërkaq edhe mos lejimin të futes brenda në Kuvendin e Shqipërisë të deputetit Agron Shehaj dhe nxjerrjen e tij me votë. Mendimi real më duken lojra. Janë njerëz që i shërbejnë politikës së vjetër. Spiropali u mërzit sepse ra nga pushteti prej Ballukut. Ajo deri dje ishte Edi Rama Skënderbeu shqiptarëve. Edi Rama i lavdifshmi. E lejmë Don Kishotin që ishte një nga figurat e shqura të rilindjes shqiptare, sipas zonjës Spiropali. E harroja, e bëri dhe Cervantes në shqiptar, po nejse, ky është muhabeti vjetër. Nuk duhet i harrojmë. Unë i bëj thirrje qytetarëve. Memoria politike, kujtesa historike është shumë e rëndësishme. Nuk ka ndryshuar fytyrën tani. Tani ndryshuan fytyrë sepse u prekën interesat. Po nuk e besoj se është çështje demokratike, është çështje personale dhe ambicie. Nga ana Spiropalit. Zoti Shehaj, urime Zoti Shehaj, pjesë e sistemit të vjetër. 10 milion euro vil. Pritjer. Ku i gjete? Ka shumë gjëra që bëjmë pikpyetje këto. Ne nuk duhet i harrojmë to. Ne duhet të tregojmë të kujdesshëm. Kjo është detyra e një qytetari të angazhuar. Ku i ke gjetur parat, zotëri? Dhe tani bën politik. Vazhdo merru me biznesin. Ose nëse do merresh me politik, hiq dorë nga biznesi edhe vazhdo. Kjo është ideja. Kështu që këto pendesat, këto revolucionet, jo, unë nuk e besoj. Ajo që neve na duhet sot është politike re dhe njerëz të rinj të cilët nuk kanë shërbyer asnjë ditë të vetme në pushtet. Kjo është mënyra vetme për të nxjerrur Shqipërinë përpara. Nuk i besojmë to mea culpat që bëjnë qoftë Spiropali, qoftë Agron Shehaj nga ana tjetër, apo Erion Braça nga ana Partisë Socialiste. Kështu që jo, na duhet njerëz të rinj. Shqipëria e re ka nevojë për fytyra të reja, për njerëz të papërlyer dhe për njerëz të cilët teknikisht do na çojnë përpara drejt integrimit evropian. Qartë, mirë. Rei, kemi arritur në fund, të falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, ku ndalem tek zhvillimet e fundit politike në vendin tonë dhe protestën e mbyllim këtu dhe bashkë jemi sërish.